Sët jena në plazhën e flokës, jena në flok. O, kur ta jep, zoti ta jep. Ku i rrosh? S'lema me flejt, hajde që me hiq. E ngre njerin në vend praç, kësë e veqa hut. Fup! Ma shumë po vizitoj prej banorëve Durrësit, prej vendasve. Sa këngëtori po vike me gjeru videoklipe në qëto pjesë të flokës. S'po ja u merë ke menja. Vi po begjet paculli. Qaj është vi? Pse në fillim detit është uj maj nëzet, a nena maj ftoft. Mora mos po vrana, bazen me pami ka deti, a di çfarë ideja kjo? Nuk e di kja sigur ka mujt me konë bunker. Pi që i marrë do më thonë i komëra pishmën, i shala dënë zoti që të rëktim e kryme dhe në fund me këta. Shëndetje miqtë e mi dhe shikus të shqiptarë që krejnë nga onë Arlindi. Edhe nga onë Artani! Sët jena në plazhën e flokës, jena në flok. Ku nonën e djathë e kena detin, anina, nonën e majtë është një farë lagune, po ajo pjesa anesë është fort me rëndësi. Që e patë mirë kjo plazh është që zallin e ko të pastër, pjesa e plazhës është kogja e pastër, gjero plazhën pak, shikus në rrumë. Është vend kogja i qetë, qka m'la përshtypje shumë, është që deti në fillim nuk është shumë i pastër, po që shmundet atje me fokusu kamermani, që ujë është do me thonë kaltër qelë, pak ma nena. Ish plazh jo shumë e frekuentume, një plazh që nuk ka as hotele, as resorte rrethëm rreth. Ish plazh ku të frekuentojshin artistat, ama veç për videoklipe, do me thonë ish plazha që artistat po veç në bo shumë videoklipe. Qaj kish do biqbara, super. Po, këna mjë ka du gjatë rrugës se qëfar biqbara vi ka. Një knejmë i alon, se unë gjdo plazhit ja kom lon ka një emën, edhe është Sekreti i Adriatikut. Vende Sekreti i Adriatikut. Te provojmë vëlla, hade pak, ta pëshojnë atë trupin. Vjen që të privatësi, po strehesh para detit, i një mvalë të detit. O, po but. O, kur ta jep, zoti ta jep. Ku i rrosh? S'ko ka keq me fletja një orë së me pushu. Kolla shiltet, a i thujnë shiltet. Shiltet e mira, vallahi. Që se na qëtë shën kushkëshim të dojt me flajt, 4 qësi flajshim 20 veta. 20 veta. Po, vallahi që. Vakt. Ta është veqën e vetë, si bish. U knaq, a krejt, jeta për mu shkollë. Hajde, vazhdo ti. Ti për rre, na? Ani, rre. O, ku po shkonoj nusja, lales me dimit e mara. Ven, jo me shumë shazlone. Qa kësha flajt, s'lemaj me flajt, hajde që me hiq. Allah, mos bëll veni mirë të koke, pasha zotit. Hajde. Ja stekin zgëdzemi a marë se ja kësha marë me veti. Kjo shërben gëne. Kush do në më gjujt fell në deti, e lidh një konop që tu, e ngre njerin në vend praç, kësë e veqa hut. Fup! Ma që atje shko, dika një 20 metra e gjumë kjo, shumë e gjumë. Shikus në rrungë këtë të plazha e flokës, ishin disa për plazhave këtë që janë bësh, që janë të thata, që s'ka shazlona, po këtu e kishin lënë këto biqbare që janë rreth, do më thonë këtë vijin e plazhës, e kishin lënë ma shumë për plazha publike, ata cilët nuk dojnë me pagu shazlon, e morin qadrën e vetë, e ngullin edhe vazhdojnë e bojnë plazhën. Po mos harrojmë me cek që floka, ma shumë po vizitoj prej banorëve Durrësit, prej vendasve, sesa prej të hujve, ose prej shqiptarëve të Kosovës. Shumë pak e njohin, puna që rreth me ka hotele, s'ki ku e bën gjumin këtu nga të plazhës, veç dika po dofshëm me marrë një hotel në Durrës, masë ne kishte gjysore pi Durrësit më ardhë këtu, po venja për javlegje si ish vend kogja i qetë. Shikus në rrumë vena, ku i kanë lënë venet për plazhe publike, që njerëz me shfrytzuar ose pagu shezllona, po marrë me çadër vet, në kërë që kanë edhe shumë të pastërta, po pronaria mos biqbarit na kallëzoi që zakonisht pendoqen ma shumë ata cilët vinë me çadra të veta, e jo këta që i kanë biqbarët të ngat.
A dhe sa VIP valla po veke këtu me bëjt cizim me videoklipit. Sa këngëtori po veke me gjeru videoklipe në qëto pjesë të flokës, s'po ja u merë ke menja. Krejt artistat, dhe më thonë, o zhë, të janë njës për këtëne që janë pak me emër, ta që nuk kanë fort emër, po edhe me gjeru videoklipe, ju këngëtorë të nga për cilënë për javlike me orë. Bishpek, nëse jena orë në në plazh, me në qizua, për bjen që edhe në na vip është. Jo, si bjen. Ajo, a? Ja. Tash nësë jetë vip. Ja, a di kush me vip? Kush? Vip po Begjet Paculli. Qaj është vip? Qëra, na s'kishë mujt me shiju këton këto pamje të bukra, po besëm që s'kishë mujt me shiju asjo dhe mi pa, mës të shinkon sponsor ata ndashën. Internet, ka dhe që përshkojmë, veç për në shajt regjim, për i thirë pikomit që e përshëndesim shumë. Sa i përket teshave, Luksmeni që gjendet tek rruga B në Prishtinë. Për akullore, keni akullore Neho, është akulloria më e mira në vend edhe në rajon. Restorant në Kaçanik, restorant Trofta. Super restorant është, dhe me çfarë ushqime e bënaj. Edhe super ushqime, edhe jo cilë t'jeni meraklit adrenalinës, edhe një merakli të malit, të ofrodës, e keni ATV Rent në shtetën e Prizrenit, që aty ofër Shatërronit. Ku pjo qejki, hajs pjo merke menja. Edhe ju tjerë që dëni mu bo pjesë sponsorizimit rrugës tonë, shkruni, kontaktoni dhe faleminderit e juve. Numrin e gjeni diko qëto në baner poshtë për reklamimin e biznesit juj. Ata bëjnë një pyetje Arlin? 2. Pse në fillim detit është uji ma i nxehtë, a nena ma i ftohtë? Aj, kësi foleve që me dhe me kjep shurë rrëth mija këtë fillim. A dhe një halo me kësi fore të 97-ës. Bërë pak. Hajde një me neve. Dhe me thonë gjdarëve që të më zaja botë mu, është të më gucë mu, pi që marë dhe me thonë i komëra pishmën, pse orë me mu. Pishmën i komëra. Po që është u o burë, hajde një me neve njëri në rartë punës të të këshyrë. Hajde një me neve, i bjen që në ta shia në blau qysh. Pa di që hajde me neve pas në thonë gabim, po thonë rrini me neve. A petë po thu gabim? Rrini me neve, qysh? Se na hecim na sërrim. Pa në video, bespush në video, sa i s'ka me hipi telefonit në video, edhe më orë mas të jenë. Dhe vla jam të edhin që në knaf nuk qesë, o një marë të më ta vështirësu t'ju rukëtimin. Po din. E, mësë më bënë nervëz. Inshallah dënë zoti që të rukëtim e kryme më denë fund me këto, se qysh peshane, në gjithë rrugës në dorë me me. Ecë me për para, ecë me për para, ecë me për para. Këtë në flak, që ka plazha që janë publike, vish për shkojnë të bu ma të ndotuna, ma të ndotuna, ma të ndotuna. Dhe më thonë, se di pse tonë ky burlog. Vallaj u bëna nervëz që tash. Se njëri do të me menu për pak për vetin e vetë, adin. Se vjen viun e i heki papuqet direkt në gjëm. Apo kupton? Shikus në rumë këtë plazhën e flakës, peshojmë edhe shto që është në fillim detit, e po dëllën e më afru me gjustit që akon to. Edhe pse uji ko ka i cekt, sikur të gjiri i lalzit. Po sen s'ka ka. Ti parë lejmë mini bazeni. Nuk e di kja sigur ka mujt me konë bunker. Me një mjem. Ka mujt me konë bunker. Sikur atje në Shëngjin që o konë një bunker që o konë mena në uj. Pas ka peshqi, që jem të po. Ku bësh e peshqit? Që? Ku ka shumë peshqit i këtu? Si dvegjel. Ha, dvegjel. E sigur... A shdo me thonë që qysh, peshqi më konë 8 metra bu. Në i bunker. Shumë interesante kaka. Për shembull e mushi ta njëri me ujë, e përdor edhe si bazen për fëmijë. Vjen çifti jam këtu, lahet, knaqet, a din. E sheh me bazen me pamje ka deti, a di çfarë ide kjo? Hajde! Arlini tha nuk është ujë i fell, dej që tu, po ka haru që kjo i mu mblën, komplet. Si ku marrë shortë të tjera, burë, që ata s'më gudzej me këcy, me kry se kam edhe mikrofonin. Mëre mos po vrana. Ama, qëto veni fort. Ullëset, në deti,
Po knaqesh, vallaj knaqesh, që? Une, që? Op! Opa dha! Oj, shqipnija jona. Këtu të vjen uji dhe të shëzloni. Ishte mi jena në përfundim të plazhës Flak, ku masanene se nuk gaboj vike plazha Rinia. Besoj që paka shumë e pot edhe mundet me vrejt se qëfar bukurie ka plazhi i Flakës, qëfar qëtësie, qëfar edhe privatësie. Do që na jena lodh. Tash dhe na mi më hongër buksh atje, edhe masanena me vazhdu me gjiru prej plazhës tjetër anena. Shihemi në plazhe tjera edhe i lujna me pamjet e bukurisë të sekretit Adriatik.